filmin e jetës tënde, amon, kur them filmin e jetës tënde, çdo detaj, çdo intimitet, çdo imtësirë të jetës tënde, nëse e shfaqim në një videobim në mes të qytetit, si do ndjehesh ti në atë moment? Kur krejt njerëzit do e shikojnë filmin tënd. Përmendoni, a do kishi pasur qejf që krejt njerëzia të shohin filmin e jetës tënde? Mirë ke qeni mirë, po ke qeni keq. Mirë Allahu ti ka mbuluar gjinat. Po s'ti ka mbuluar, nëse s'ti ka mbuluar gjinat, si do ndjehesh ti në këtë moment? Edhe prandaj, në kaptinën Haka, Allahu Dhul Gjelal e përmendën, atë ditë nuk do të na ikje as një imtësir edhe as një detaj i jetës tuaj. Edhe çdo gjë do të përhapet, do të shpërndahet. Nëse Allahu don, e mbulon. Nëse Allahu nuk don, nuk ta mbulon gjinajin. Kjo është me e keqe nëse Allahu Dhul Gjelal nuk ta mbulon gjinajin. Prandaj thot, Rabbena inneke men tudkhilin nare faqad akhzejte. O Zot, ato që ti e shtin në xhenem e ke poshtruar. Poshtrimi më i madh do jetë sepse krejt veprat e njeriut, nëse Allahu s'ja ka fal, Zoti na ruaj, Allahu na mbulon gjitha gjinat tona, ja Rabbel Alamin, na mbulon dhe na i falt, kjo është shumë e rëndësishme. Nëse nuk i mbulon, maazallah, Zoti mos e boft. Edhe këtë filmin tënd, filmin e jetës tënde komplet, Allahu e shfaqen në një hapësirë si videobim hesapi. E dini si shfaqen në përmur ato videot? Keni parasysh? Nëse këtë e shfaqen në ditën e gjykimit, para krejt mahsherit, po si dhe e shikojnë fëmijët tuaj, edhe kur dhe e shohën fëmijët tuaj se baba sa i kish paska kanë, do të demoralizohen krejt, ja baba çfarë gjinash paska ba. Dhe shohet djali jot filmin tënd, dhe shohet vajza jote, dhe shohet bashortja, dhe shohen miqët tuaj, të rinj të vjetër, të afër dhe të larg, krejt kur ta shohin filmin tënd sa e turpshme do të jetë kjo skenë dashur vëllezër. Prandaj duaja është kështu. O Zot, ato që ti e ke shti në zjarr xhenemit e ke poshtru. Kjo poshtrim është. Pse? Se Allahu Dhul Gjelal për t'i argumentuar krejt njerëzimi se pse filanin e shti në xhenem, duhet që shfaqe videobimin komplet. Duhet që shfaqe krejt gjinat që i ka bërë.